شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Prej veçorive të muajit të Ramazanit është edhe pendimi. Muaji i Ramazanit është edhe muaj i pendimit, muaji i kthimit te Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala u ka thonë besimtarëve në Kur'an, innehu yuhibbu at-tawwabin. Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët pendohen. Edhe vetëm ky ajet u mjafton muslimanëve për pendim. Vetëm kjo fjala Allahu subhanahu wa taala, innehu yuhibbu at-tawwabin. Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët pendohen, kjo u mjafton muslimanëve. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ata të cilët i don nuk i dënon. Allahu subhanahu wa taala ata të cilët i don nuk i dënon. Dhe mjafton për robën me u pendue, me pështue prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ata të cilët Allahu subhanahu wa taala i don dhe nuk i dënon, ishtin në xhennet. Mjafton për robën hyrja e tij në xhennet me u pendue. Allahu subhanahu wa taala kur i ka lavdruar robërit e vet, ka thonë et-taibun, janë ata të cilët pendohen te Allahu subhanahu wa taala. El-abidun, pas pendimit bojnë vepra të mira. El-hamidun, pas veprave të mira e falenderojnë Allahun subhanahu wa taala. Besimtarët pendohen për shkak se kanë gabu. Dhe secili prej bijve të Ademit gabon. Dhe kjo është suneti e Allahut subhanahu wa taala me bijt e Ademit. Allahu ka dëshiruar që ne me qenë gabimtar, që ne me gabu. Kështu ka dëshiruar Allahu. Nëse Allahu subhanahu wa taala i ka disa krijesa të cilat nuk gabojnë, ato janë melaiket. Kurse për njerëzit Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar ndryshe. Vetë Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar që ne me gabu. Dhe na ka krijuar të tillë që sado që mundohemi mos me gabu, megjithatë përsëri kemi me gabu. Dhe kur gabojmë, kthehemi e pendohemi te Allahu subhanahu wa taala. Dhe të kthimi dhe pendimi te Allahu është ibadet. Vetë pendimi, kërkimi faljes, mi thon Allahu subhanahu wa taala, o Allah, pendohem për gabimet që i kam bë, është ibadet, adhurim. Dhe Allahu subhanahu wa taala i don këta njerëz, Allahu me që i don nuk i dënon, dhe ata të cilët nuk i dënon, Allahu subhanahu wa taala i çon në xhennet. Et-taibun, ata të cilët pendohen, pendimi i ka 3 kushte. Nëse është mes njeriu dhe Allahu subhanahu wa taala gjunohu. Kurse nëse gjunohu është mes njeriu, Allahu dën një krijesë tjetër, një personi tjetër, i ka 4 kushte. Pendimi që i ka 3 kushte është ai gjuna që ka të bëjë mes neve dhe Allahu subhanahu wa taala. Kushti i parë është me u pendue sinqerisht. Për me një keqarje dhe mu pendue për gabimin që e kena bon. Dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu subhanahu wa taala pas mëshiruar në shpjegimin e asaj se çka është sinqeriteti në pendim ndaj mëkatit, ka thonë sinqeritet është nëse atë mëkat nuk e përmend më kurrë. Një prej shenjave të sinqeritetit në pendim është mëkatin të cilin e ke bë, për të cilin i pendu te Allahu subhanahu wa taala,
mos me përmend kur. Pse mos me përmend kur? Na jemi largu piti na. Na jemi nda piti na jemi pendua që kemi vepruar ata. Pse duhet me përmend? Pastaj thot Sheikhul Islam, Allahu subhanahu wa taala pas më shërua prej shenjave të sinqeritetit në pendim është mos me pas mall për mëkatin që e ke bën. Mos me të kujtue për mirë, ose mos me pas një farmalli për kohën në të cilën ke qenë në gjëna. Kjo është prej shenjave të pendimit të sinqert. Po ashtu e përmend Sheikhul Islami që është prej shenjave të pendimit të sinqert, është edhe mos me menue më hiç në të gjëna. Hiç mos me kujtue, hiç. Ka marrë funa, u krya e periudhë, jemi larguar prej, jemi distancu, jemi largu, jemi pendue, një mkeqardhe, asë mos me menue në atë çështje. Përveç në çështjet kur bën pendim rishtazi, ose çështjet në të cilat i kërkon falje Allahu subhanahu wa taala përsëri dhe përsëri, për shkak se ka ndonjë mëkat për cilin robi mundet më pendue gjatë gjithë jetës, nëse llogaritë vetja vetë se ka qenë lëshim i rënë. Në rastet kur pendohet sërish, kur i pendohet, nuk ka problem edhe me përmend. Por si bazë në pendimin e sinqert është mos me përmend më me njerëz atë gjunohen atë din atëre, mos me përmend më kur, mos me pas mallëngjim për kohën që ka kaluar në gjëna dhe mos me kujtue në veten e vet. Pastaj kushti i dytë është me vendos që mos me u kthye në atë gjëna më kur. Me vendos mos më kthy në atë gjëna më kur, nuk do me thonë se besimtari nuk bjen përsëri në atë njëjtin gjëna, se ka mundësi me ra përsëri në të njëjtin gjëna. Por vendosshmëria që me lejen e Allahut nuk ka më kthy më do të më qenë. Pastaj nëse kthehesh, apet ripendohesh. Nëse kthehesh, apet ripendohesh. Nëse kthehesh, apet ripendohesh, por njëti me qenë i sinqert në pendim se me lejen e Allahu subhanahu wa taala ma nuk do të kthehem në këtë mëkat. Se për këtë kthimit dhe rikthimit ka mundësi, më rikthye besimtari 2 herë në mëkatin e njëjtë, masi u pendua, ka mundësi edhe më shumë, por pendimi duhet të jetë me sinqeritet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith kudsi thot se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: "O robi jam ka bë mëkat dhe e ka ditë se Allahu subhanahu wa taala është falës, ka kërku falje dhe Allahu ja ka fal. Robi jam ka bë apet mëkat, e ka ditë që Allahu e ka falës, ka kërku falje dhe Allahu e ka fal dhe kështu e ka përsërit derisa në të fundit thot Allahu subhanahu wa taala në të bojnë robi jam çka dojnë, fe inni qad ghafartu lahu, se une sa herë të pendohet atina kam mja fal. Në të bojnë robi jam çka dojnë, dhe sa herë që pendohet sinqerisht, Allahu subhanahu wa taala thot kam mja fal, nga se Iblisi është betu para Allahu subhanahu wa taala se ka me i shtije njerëzit në devijim dhe ka me i quë njerëzit në gabim, kurse Allahu subhanahu wa taala ka kthye se ata të cilët pendohen, Allahu subhanahu wa taala ka me fal. Dhe nuk mundet me fitua Iblisi me Allahu subhanahu wa taala. Fjala Allahu subhanahu wa taala është fjala e fundit. Allahu ka me i fal të gjithë ata të cilët pendohen sinqerisht te Allahu. Çfarë do gabimi që kanë bën, çfarë do lëshimi, çfarë do gjunohu që kanë bën, kushdo që kthehet me pendim të sinqert dhe me vendosshmëri që mos më u kthye më në atë mëkat, dhe kushti i tretë me një keqardhje për mëkatin që e ka bën, për shkak se veprimi i mëkatit është shenjë e ignorancës. Kushdo që bën mëkate ka elemente të ignorancës. Kurse nëse është mëkatin edhe mes krijesave ose mes njerëzve, i shtohet edhe një kusht që duhet me kërkua halalin për njerëzve të cilëve u kemi bë keq, ose do të më javë shpagu, më javë kthye në metodën shariatike, e cila parashihet sipas librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E taibun, ata cilët pendohen, prej shenjave të pendimit të pranuar, është përmirësimi i veprave në vazhdim. E taibun, el abidun, ata të cilët pendohen, ata pastaj bojnë ibadet. Ata pastaj bojnë adhurim.
Ata të cilët janë të penduar janë të pastër, ata të cilët janë të pastër janë të gatshëm me i bën ibadet Allahu subhanahu wa taala më shumë se sa ata të cilët janë të ngarkuar me gjunohe. Për çka njerëzve u vjen të vështira kryerja e farzeve, kryerja e obligimeve dhe ibadeteve ndaj Allahut, për shkak se janë të ngarkuar me gjunohe. Sa ma pak të ngarkuar me gjunohe, aq më të lehta na vijnë adhurimet, ibadetet. Taibun, ata cilët pendohen, pendimi i pranuar më herë u reflekton në adhurim. El abidun, ata pastaj adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe kushdo që adhuron Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet vjen cilësia tjetër. El hamidun, ata pastaj e falenderojnë Allahun që u ka mundsuar me u pendue edhe u ka mundsuar me bë ibadet. Për shkak se kushdo që pendohet është rizq prej Allahut që ta ka mundsuar mu pendu. Njeriu duhet me u gëzu se Allahu ja ka mundsuar mu pendu. Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsuar mu pendue Ademit alayhi salatu wasalam. Fataba alayhi, ja ka mësuar pendimin, e ka quar deri te pendimi. Ama një gjë të tillë që ka mundsuar iblisit. Këtu ka një dallim. Pse Allahu subhanahu wa taala ja ka mundsuar Ademit pendimin, nuk ja ka mundsuar iblisit? Ka shpjegime. Por që ja ka mundsuar Ademit pendimin, Ademi e ka falendëruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe ne gjithsesi prej neve duhet me falendëruar Allahun që na mundson me u pendue dhe me bë ibadete. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Pendohuni te Allahu të gjithë o musliman, nëse dëshironi me shpëtu. Wa huwa alladhi yaqbalu tawbatan 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e pranon pendimin prej robëve të vet. La taqnatu min rahmatillah. Kur thot Allahu mos e humni shpresën tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Sa Allahu subhanahu wa taala i fal të gjitha gjunohet. Dhe më e mira ose forma më e mirë e pendimit është forma të cilën e ka bë i dërguari i Allahut subhanahu wa taala, i cili është gëlltitur nga balena, Yunusi alayhi salatu wassalam, i cili ka thirr: "Wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka." Ka thirr në errësirë: "O Zot, ti je i vetmi Allah që meriton adhurimin, unë kum gabu. Wa illam taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin." Nëse ti nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron, unë kam me qenë prej të humburve. Në hadithin të cilën transmeton Imam Muslimin sahih, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum." O ju njerëz, pendohuni te Zoti juve, fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Se un pendohem te Allahu subhanahu wa taala në ditë 100 herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Unë pendohem te Allahu subhanahu wa taala në ditë 100 herë." Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahu subhanahu wa taala ja pranon pendimin gjithë secilit i cili pendohet një ditë para se me vdek. Një sahabi tjetër tha: "E kom një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala ja pranon pendimin njeriut edhe nëse pendohet gjysmë dite para se me vdek." Një sahabi tjetër tha: "Unë e kom një pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Allahu ja pranon pendimin robit edhe një mëngjes nëse pendohet para se me vdek." Dhe transmetuesi i fundit thot: "Wa ana sami'tuhu yaqul." Unë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir bi nafsi." Allahu subhanahu wa taala ja pranon pendimin e robit derisa nuk i ka ardhur fryma e fundit, derisa nuk i ka ardhur shpirti te fyti. Kjo është momenti i fundit individual për gjithë secilin person, kurse momenti i fundit për ummetin, për njerëzimin në përgjithësi është ditën kur dielli lind prej ka perëndon. Në hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allahu subhanahu wa taala gëzohet kur robi i vet pendohet. Allahu subhanahu wa taala gëzohet
kur dikush prej robëve të tij gjinaqar kthehet e pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka sjellë një shembull, sikur shembulli i atij i cili ka qenë në udhtim me devën e vet të mbushur me ushqim dhe pije, dhe gjatë rrugës i ka ikë devja me ushqim dhe pije në shretir në diellin e nxehtë. Ai duke kërkuar, është lodh shumë dhe ka humb shpresën se mundet me gjetë, është shtri për me vdek. Çaq ka ardhur niveli i fundit, kur është shtri për me vdek, i ka mbyll syt kur ja i ka ardhur devja te dora me litarin e lidhur, edhe e ka qelë syt, kjo e ka pa devën dhe ka kap për litarin, e ka kap për kërpeshi, edhe prej habijes ka thonë, çaq u gëzua që i ka ardhur devja me ushqim dhe me pije, i ka gabuar dhe fjalë, ka thonë, o Zot, ti je robi jem, unë jam Zoti jot. Çështu Allahu subhanahu wa taala gëzohet me pendimin e robit vet. Pse ka më gëzuar Allahu për neve? Na kemi më dënuar nëse nuk pendohemi. Na kemi me vujt nëse nuk pendohemi. Por Allahu subhanahu wa taala dëshiron që robërit e vet të i kthehen Allahu subhanahu wa taala të i bëjnë ibadet, dhe nuk dëshiron Allahu subhanahu wa taala të i çojë robërit e vet në humbje. Për atë u ka thënë libra, u ka thënë pejgamber, mirë po drejtësia Allahu subhanahu wa taala është pastaj me dënuar atë i cili është treguar kryefort me Allahu subhanahu wa taala dhe nuk u treguar prej atyre të cilët pendohen. Është muaj dhe ditët e Ramazanit të begatshme që Allahu subhanahu wa taala në to e pranon pendimin. Shtojeni pendimin kohën e iftarit, shtojeni pendimin kohën e syfyrit, shtojeni pendimin në namazet e taravive dhe namazet e tjera, e lutni Allahun subhanahu wa taala me ia fal gjunohat. Ne pendohemi te Allahu subhanahu wa taala publikisht për të gjitha gjunohat që i kena bërë publike dhe mshefta, i kërkojmë Allahu subhanahu wa taala të na fal të gjithëve dhe personalisht gjithë secilin. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.